Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në këtë përmbledhje të disa nga informacioneve nga java që po lëm pas. Të premten e 6 qershorit, besimtarët musliman festuan Kurban Bajramin. Me këtë rast në Këshillin e Bashkësisë Islame priten përfaqësues të shumë institucioneve lokale e partive politike. Si çdo herë edhe sot festa Kurban Bajramit u shënua me vizita të shumta në silinë e Bashkësisë Islame në Gjakov, ku krerët fetar pritën përfaqësues të institucioneve lokale dhe subjekteve politike, si Partia e Drejtësisë, Lëvizja Vetëvendosje, Alternativa, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Pos partive politike për vizitë Bashkësinë Islame e ndërroi edhe Aleanca Kosovare e Bizneseve në rrafshin e Dugaxhinit. Ndryshe kjo ditë u karakterizua nga një atmosferë e veçantë festive, me urime të shumta që kishin për qëllim forcimin e solidaritetit, unitetit dhe respektit të ndërsjellë. Kryetari i Bashkësisë Islame në Gjakov, Valon Myrta, falenderoi të gjithë mysafirët të cilët të nderuan në këtë ditë të shenjtë. Këtë ditë gëzimi herë unë shtohet kur gjitha institucionet, partitë politike, edhe të tjerë vinë në derën tonë të hapur, që është shtëpia të gjithëve, i mirëpresim dhe ndihemi nderuar nga vizitat e tyre. Nëpërmjet tyre, ne përcjellim të gjithë qytetarët dhe besimtarët e Gjakovës mesazhet më të mira për një jetë më të mirë, për besim më të thellë dhe për solidaritet për njëri tjetrin. Mes tjerash, Myrta kishte edhe një urim i cili u apërcolli të gjithë besimtarëve musliman. Gjithë besimtarë kudo që janë, me festën e Kurban Bajramit, jo vetëm që flijojnë kafshën për hir të njëri tjetrit, për të kënaqur Zotin, por më tepër se kaq, ata mundohen të flijojnë vestet e tyre të brendshme që të jenë më të mirë në ditën tjetër. Të gjithë besimtarëve kudo që janë dhe gjithë qytetarëve, ju uroj festë të mbar dhe të gëzuar për gjithë familjarët. Vizitat në hapësirat e Bashkësisë Islame për këtë festë janë bërë rituale, ku gjithmonë Bashkësia Islame i mban dyert të hapura për të gjithë. Gjatë javës që po lëm pas, u mbaj Defender Europe 2025. Materiali në vazhdim na njeh me detajen nga ky ushtrim fushor. Në ditën e vizitorëve të shuar në kuadër të Defender Europe 25 në poligonin e stërvitjeve në Babaj të Bokës në Gjakov, u mbajt ushtrimi ushtarak, ku po marrin pjesë rreth 1000 ushtar të FSK-s, të cilët përmes skenareve operativ të përgatitur për këtë ditë demonstruan gatishmërinë operacionale me forcat partnere të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, forcat armatosura të Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut. Stërvitjen ushtarake e ndoqën presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministri i mbrojtjes në detyrë Ejup Maqedonci, si dhe general-majorët Amerikan Levone Compton dhe Michael Beckscheider. Sot është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës, sot është një ditë kur ushtria jonë, Forca e Sigurisë së Kosovës, edhe një herë dëshmoj në masa më të mëdha se sa më parë, ndër veprueshmërinë me forcat aleate, në radhë të parë me forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatin tonë më të rëndësishëm dhe strategjik në fushën e mbrojtjes dhe në çdo fushë tjetër. Ju sot e pat një ushtrim të shkurt, mirë po përgatitjet për atë që e pat ju sot dhe për ushtrimet që janë bërë nga 26 maji e tutje, janë bërë për më shumë se 2 vite, prandaj dua t'i falenderoj Forcën e Sigurisë së Kosovës, çdo ushtarak, çdo pjesëtar që ka marrë pjesë për profesionalizmin e tyre, për sakrificën e tyre dhe mbi të gjitha për faktin se e kanë bërë krenar një shtet të tërë Republikën e Kosovës me atë që kanë dëshmuar përgjatë këtyre ditëve. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se Forca e Sigurisë së Kosovës është duke i rritur kapacitetet dhe armatimet e saj, sidomos 3 vitet e fundit. Këtë ushtrim të rëndësishëm për ushtrinë tonë, për bashkëpunimin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë nga NATO-ja, e në këtë rast konkretisht Republika e Shqipërisë, Republika e Kroacisë, Republika e Maqedonisë Veriut dhe Republika e Bullgarisë, kemi arritur që të tregojmë, të demonstrojmë
fuqin ton, ndërveprueshmërinë që e kemi me NATO-n dhe në këtë mënyrë ta forcojmë kauzën ton që antarësimi i Kosovës në NATO nuk është vetëm për dobin ton, por edhe për kontributin të cilin do ta japim. Edhe generalët amerikan Compton dhe Beckscheider çmuan lart nivelin e forcave të sigurisë së Kosovës dhe bashkëpunimin me ushtrinë e SBA-s. It's such a beautiful country. I'm honored to be back. I was here in 2008. Është një vend i bukur, jam i nderuar të jem përsëri këtu. Isha në vitin 2008 dhe 2009 në Bonstill. Është përmendur Defender 25 i shtrirë nga Norvegjia deri në Greqi e shumë shtete bashkë dhe vendi juaj prites me përgjigje të menjëhershme është vërtet e pabesueshme. E vërtetuam edhe një herë se kur shtetet bëhen bashkë për të shkëmbyer vlerat dhe për kushtimin ndaj njëra tjetrës, çdo gjë është e mundur. Ne vlerësojmë shumë këtë bashkëpunim dhe këtë marrëdhënie. Jemi shumë falendërues ndaj General Jasharit dhe të tjerët që janë këtu. It's been an honor to be invited to act as the divisional. Është nder të jemi ftuar këtu. Dua të falenderoj presidenten, kryeministrin, ministrin dhe më i rëndësishmi shoku im i ri General Jashari. Të gjitha këto janë detyra thelbësore që i kemi vënë në listë për t'i ushtruar. Kemi arritur sukses. Kemi demonstruar ndërveprimshmëri të plotë sipas mendimit tim dhe do ta mbyll me këtë. Kam qenë këtu shumë herë dhe në këtë vend të bukur. Forca e sigurisë së Kosovës dëshmuan dhe përgatitje të deminimit dhe përgatitje për armët kimike. Defender Europe 25 është ndër stërvitjet e mëdha ushtarake të organizuara nga NATO në Evropë. Një ngjarje e pazakon ndodhi gjatë javës së shkuar. Stacioni i autobusëve u alarmua për një mjet të dyshuar për bombë, por gjithçka doli të kishte qenë një keqkuptim. Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes në një nga autobuset e linjës Gjakov-Prishtinë. Shoferi i autobusit KM nga kompania e autobusëve Kushtrimi NM ka njoftuar mbrëm policinë për pakun e dyshim të nisur nga Gjakova për në drejtim të Prishtinës. Kryeshefi ekzekutiv në stacionin e autobusëve në Gjakov ka dhënë më shumë sqarime në lidhje me situatën. Ka njoftu punëtor që i ka marrë policia në stacion, më njerë kom ndalë dhe vetë vendgjores edhe ka qenë një pako që jep nga një zoj që ka jep quë një porosi për Prishtinë, edhe nuk ka dalë dikush me morë në Prishtinë, pra po këthin autobus dhe kondukteri dhe shoferi autobusit kanë dyshu që është diçka mos është diçka eksplozive, ka marrë policia dhe ka dalë që s'ka qenë eksplozive kur gjo diçka rrezik dhe gjithçka është qetësi, nuk ka diçka për shqetësim. Ndërkaq ekipi ka kontaktuar sot me policinë për të marrë një përgjigje. Gazetëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elesaj, kemi pranuar këto përgjigje. Është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes tek stacioni i autobusëve. Lidhur me rastin, në vend ngjarje ka dalë njësia për deminim me policisë së Kosovës. Pas ndërmarrjes së veprimeve të mëtejshme hetimore dhe ekzaminimit të mjetit të dyshuar, është konstatuar se nuk bëhej fjalë për një mjet shpërthyes të vërtetë, por për një imitim. Aktualisht janë duke ndërmarrë veprimet të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Sipas burimeve të televizionit Syri, mosohet se mjeti i dyshuar ishte rekuizit të teatrit të Gjakovës. Albulena Kreziu Bokshi, drejtoreshe e teatrit Hadishehu, për televizionin konfirmoi se bëhet fjalë për një rekuizit të teatrit, e cila ishte menduar të huazohej për një projekt tjetër dhe se gjitha ka qenë paqëllimshme. Ndërrojmë temë të informacioni, zyra e gjendjes civile në fshatin Bishtazhin gjatë javës së kaluar ishte në gjendje as pak të mirë. Nga komuna e Gjakovës thanë se javën e ardhshme do të ndërhyjnë për të rregulluar gjendjen. Zyra e gjendjes civile në fshatin Bishtazhin, edhe pse aktive, nuk duket në gjendje të mirë nga jashtë. Imazhet e siguruara gjatë kësaj jave tregojnë një ambient jo të mirë, teksa edhe banorët e kësaj ane janë të shqetësuar për gjendjen e saj. Në këtë objekt fillimisht kur ndërtu ka qenë biblioteka dhe ka qenë salla për mbledhje për punë të shkollës, po mendoj. Tani është e zbrazë dhe demolume, e thëme, askush s'ka marrë vesh deri me tani. Unë çuditem nga e prort më të lartë që i mbikëqyrin këtë punë, pse nuk vinë me këshyri herë, me ndërmarrë diçka. Qyre tash e oborri, këtë mal, kush e din a ka zyre këtu. Veç ai se vjen e ka ditë se vjet se ashtu dhe vjen me marrë një dokument. Për ndryshe, po të vjen dikush i huaj as ka me ditë se ka këtu diçka të tillë. Madje ai pati edhe një apel drejtuar komunës. Prap bëj apel tek zyrtarët komunal që të vinë ta pastrojnë, ta rregullojnë, t'i japin një hyshy këtij veni.
sepse Bishtazhini i përket një vendi evropian, një vendi që nuk meriton këtë. Ndërkohë, drejtori i administratës në komunën e Gjakovës, Kosovar Alia, tha se zyra në fjalë është aktive dhe gjatë javës së ardhshme është vendosur që të pastrohet hapësira përreth saj. Gjendje gjithashtu as pak e mirë ishte edhe te vendi jashtë quajtur Qarat e Rugovës, ku natyra ka falë mjedis të mrekullueshëm, por faktori njeri e ka degraduar me mbeturina të shumta. Është ndër vendet më të bukura në komunën e Gjakovës, muj të rëmbyshem e të kthjellët, vendi i quajtur të Qarat në thellësi të fshatit Rugov ka pamje të mrekullueshëm. Nëse shkoni në këtë vend, e shihni një botë me zogj e lelek që janë të pranishëm këtu gjatë gjithë kohës. Vendi i quajtur të Qarat, pra ku kalon lumi Dri i Bardh, është një vend shumë i bukur dhe me ujë të kthjellët. Pra dhe këto, si quhet në zhargonin popullor, mella, ku kalojnë këto si ujvara, janë tërheqëse për të gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës, por edhe pjesës së Hasit, duke ditë se vendi Qarat është në Rugov të Hasit. Pak metra larg brigjeve të lumit është rruga që dërgon për fshatin Rugov dhe është mbushur plot me mbeturina. E të shqetësuar për këtë gjendje janë edhe banorët e Rugovës, të cilët thonë se vazhdimisht kompania regjionale Qabrati pastron mbeturinat. Është jashtëzakonisht një degradim i natyrës kaq të bukur që e kem prej personave të papërgjithshëm. Ne si qytetar jena jashtëzakonisht shqetësuar dhe kishim bë apel të gjithë qytetarët e Podnexhit të vëdësohen, të mos hudhin mbeturinat, të pas parasysh që Qabrati vjen çdo javë i mbledh mbeturinat, kështu që nuk kanë arsye minimale me ndot ambientin dhe me hudhën mbeturina. Sharla tha se duhet të evidentohen personat që nuk paguajnë për mbeturina sepse ata mund të jenë ndotësit e brigjeve të lumit. Një kërkesë kisha pas prej kompanisë Qabrati që të evidentohen se cili familjar në bazë të fakturave të rrymës ose të radoniqet që të obligohen se cilit hinë në sistem të pagimit të Qabratit, se pikërisht këta që nuk janë të përgjegjës ndaj fakturave të Qabratit, këta i bojnë hudhjet e mbeturinave. E kem edhe një pasqyrë jo të mirë, qoftë të Qarat, që është bukuri jashtëzakonisht e bukur, qoftë të hymje dalje të fshatit, kështu që apelojmë të gjithë qytetarët që të jenë më të vetëdijshëm, mos të hudhen mbeturinat në të regjistruohen në kompaninë Qabrati. E përveç e brigjeve të lumit Dri i Bardh, shqetësuese për banorët janë edhe dëmtimi i lumit nga kompanitë e zhavorit dhe hudhja në lum të ujrave fekal. Klasë të 9, 10, 11 përmbyllën vitin shkollor gjatë javës së shkuar, ndërkaq që edhe disa ditë mësimi mbesin për nxënësit e klasëve të tjera. Sot ishte dita e fundit e vitit shkollor 2024-2025 për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe nivelit të 11 në arsimin e mesëm të ulët. Në shkollat që vizituam sot kuptuam se gjithçka kishte shkuar mirë dhe mbar. Në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi, profesori Modest Veqa u shpreh se gjithçka ka përfunduar me sukses dhe se viti shkollor ka qenë pak sfidues, por që prap kemi rezultuar suksesshëm. Në përgjithësi, edhe pse kanë karakterizuar disa sfida të ndryshme, sikur çdo vit shkollor që kemi sfida, ka shkuar relativisht mirë. Nxënësat, sidomos të klasës 10, kanë me shumë dëshirë kanë zgjedhur këtë drejtim për shkak të një perspektive që ta shohin në të ardhmen e tyre. Edhe për nxënësen e klasës së 10 ndonë se ishte sfidë kalimin nga niveli i mesëm i ulët në nivelin e mesëm të lartë. Megjithatë, pohuan se gjithçka shkoi shumë mirë. Transferimi nga shkolla fillore në shkollën e mesme nuk ka qenë aq lehtë, kemi patur sfida, por gjithashtu kemi rezultuar shumë mirë. Tashmë ka filluar aplikimi për provimin e maturës, i cili bëhet përmes platformës e-Kosova, i cili do të jetë i hapur deri më 10 qershor 2025, ndërsa provimi i aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të zgjasë deri më 11 qershor, e provimi i maturës mbahet më 21 qershor. E kur është fjala për nxënësit që kanë përfunduar klasën e 9, ata testit të arritshmërisë do të nënshtrohen me datë 27 qershor dhe këtë vit do të jetë vetëm një ditë e testimit.
Shkrimtarja Helena Kadare erdhi për vizitë në Gjakov mes një publiku të interesuar për të takuar me të. Ajo shpalosi pjesë nga krimtaria e saj e u përgjigj në pyetjet e tyre. Helena Kadare në Gjakov u nderua për veprën e saj në letërsi. Sot në qytetin e Gjakovës u mbajt takim i hapur me shkrimtaren Helena Kadare, e titulluar Zëri i heshtur i letërsisë dhe kujtesës shqiptare. Ky ishte organizimi i shoqatës së intelektualëve Jakova në bashkëpunim me Rotary Club Gjakova dhe realizuar nga profesoresha të Uta Ama Hoda. Në sallën e shkollës së muzikës Prenk Jakova ishte përgatitur një skenë që ngjasonte me dhomën e familjes Kadare me maqinë shtypje e orendi. Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, foli për e këtij programi dhe ndau mirënjohje për Helena Kadare. Mirënjohje zonjës Helena Kadare për zërin e saj të qetë por të fuqishëm, që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e letërsisë shqipe, dhe për dritën që i ka dhënë fjalës, kujtesës dhe shpirtit të kulturës sonë. Sot me 4 qershor 2025 në Gjakovë. Një ndër realizatorët e këtij takimi, profesoresha të Uta Hoda, foli për biografinë e Helena Kadares. E ka shkruar historinë e grave që heshtin, që përballen, që ruajnë identitetin e tyre me sfidave të mëdha të jetës. Je gruaja e parë që botoi roman në Shqipëri pas luftës. Një hap i guximshëm që ndryshoi shumë. Jeta jote me Ismailin, sfidat e përditshme, durimi, dashuria për fjalën, janë një histori që na frymëzojnë dhe që na mësojnë se sa shumë mund të bësh edhe kur rrethanat nuk janë lehtësuese. Shkrimtarja e njohur tha për Gjakovën se është një ndër qytetet që dashuron më së shumti dhe ndau kujtimet kur ishte në këtë qytet bashkë me bashkëshortin Ismail Kadare. Ndjenjat dhe emocionet më të veçanta, kam udhëtuar shumë, kam qenë në shumë takime, por nuk e di pse me këtë qytet më lidh diçka që atë vetë nuk di ta them dhe ta shpjegoj pse, po ndoshta është historia, ky qytet me kaq kulturë, me kaq tradita dhe kaq i vuajtur, sepse vazhdimisht kam ndjekur ato tmerre që ka kaluar Kosova sigurisht, por në veçanti Gjakova. Gjakova që më kanë thënë 17.000 objekte janë ndjekur. Domethënë Ismaili për herë të parë ka lënë punën e tij që ai e quante të shenjë punën e të shkruarit, domethënë pa bërë ato 2 orë gjysmë sa aq punonte në ditë, për atë ishte një jetë e papranueshme. Për herë të parë e kam parë që braktisi punën dhe u dha vetëm drejtimit se çfarë mund të bënte ai për Kosovën. Kadare foli për gruan shqiptare në të gjitha trojet tona, si dhe për shkrimtarët shqiptare. Gruaja për mua, grua shqiptare, është më duket, domethënë gjithmonë me raporte grua më duket shumë më emancipuar, shumë më denj, shumë më e sakrificës, jo se burrat nuk janë, por në raport me burrat nuk e di pse, ndoshta nga vuajtja që ka pasur gruaja shqiptare, jam shumë e bindur që ajo meriton shumë më tepër. Ajo ndal edhe te shkrimi dhe te guximi për të shkruar si gruaja e parë shqiptare që kishte shkruar roman pas luftës së dytë botërore. Ishte një protestë e hapur kundër familjes, prindërve, kushurime të gjithë. Domethënë, për një kohë të gjatë mua ata kushurinë nuk më folën me gojë, sepse ajo kisha nxjerrë të gjitha gjërat në shesh. Siç i shikoja, nuk kisha kujdes që të ruhesha që ti mbuloja me një kështu aureol, me një sepse këta janë farefi, si duhet të sillesh. Unë i thash gjërat ashtu siç ishin. E takimi vazhdoi edhe me pyetje nga publiku që ishin prezent. Helena Kadare ka lindur në Fier me 1 shtator të vitit 1943, është shkrimtare e njohur, prozatore dhe përkthyese dhe ishte bashkëshortja e shkrimtarit të madh të ndjer Ismail Kadare. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që na pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ne dhe programin ton. Mirëmbëjtje.